Avokat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose më saktë Donald Trump, ka nominuar për ambasador të Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri Eric Wendt. Çfarë mendoni për këtë figurë? Nuk e njoh, as unë as shqiptarët nuk e njohin. E njeh Donald Trumpi, do ta quaj ambasador kur të nominohet kur të emërohet nga Senati dhe nga Kongresi Amerikan dhe të vinë serinë e ambasadës amerikane në Tiranë. Atëherë do marrë vesh ç'është, kush është, ç'do bëj. Në një përshkrim që ka bërë veç shtëpi e bardhë, thuhet që Wendt është me grada shumë të larta, ka qenë gjeneral, ka qenë ushtarak shumë i njohur. Dakord, pse është përzgjedhur një figurë ushtarake në një moment që ka tensione në Shqipëri? Në qoftë se ka çdo vend i botës, në qoftë se ka ambasador të vërtet adhetar të vendit të tij, çdo vend i botës, kjo është globale, janë vetëm ushtarakët, ata mund të bëjnë ambasadorët më të mirë të një shteti. E nuk bën këta lëngët e pëngët që vë Edi Rama edhe këto çopërlina që vere i bën ministrët jashtme. Ambasadori zotëri duhet të jetë adhetar, duhet të jetë i përgatitur, duhet të njohë, në ratë parë duhet të jetë ushtarak, të ketë dieni ushtarake, të ketë njohuri ushtarake. Dhe unë e vlerësoj si figurë, si formim, si njeri nuk e njoh. A do thotë se me këtë nominim Trump po i kthen syt nga Shqipëria? Trumpi të largoj të bijin nga Shqipëria, të largoj dhe dhëndër nga Shqipëria, se po i fusin shumë hundët në punët e Shqipërisë. Këtë i kërkoj unë presidentit Amerikan Trump, se i shikojnë kanalet tona, mos kujtoni se nuk i ndjekin këto që themi neve. Dhe duke qenë se i ndjekin, unë po them, largoj zotëri njerëzit e familjes të nga ishulli Sazanit, largoj se Sazani është Shqipëri, dhe bën atë punë, mbaj ato marrëdhënie që ke për të mbajtur. Armatose Shqipërinë nëse ke ndonjë mendim të mirë për shqiptarët, sill këtu avion dhe raketa të modelit fundit që ti kundërvihemi Serbisë dhe Greqisë janë armatosur deri në dhëmbë, se neve na keni lënë ju Amerikanët, na keni çarmatosur nga 92 deri më sot, ju me lejen tuaj dhe po na thoni po ju mbron NATO-a. NATO tani ju kërkoni ta shkrini zoti ambasador. Ju kërkoni të largoheni nga NATO, atëherë kush do na mbrojë neve? Pra nuk më duhet mburoja e NATO-s. Kemi besuar te mburoja amerikane, kemi besuar te mbrojtja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndaj kërkojmë të fuqizohet baza ushtarake amerikane e Kuçovës, të furnizohet Shqipëria me avion modern, të hapet shkolla aviacionit, të fillojnë të dalin pilotët shqiptar të pilotojnë dhe të drejtojnë avionët e gjeneratës së fundit që po i merr Serbia nga Kina, po i merr Greqia nga Izraeli, pra të dy vendet që kanë oreks të përjetshëm për trojët shqiptare dhe për toka shqiptare, janë të armatosur deri në dhëmbë. Ne, zoti president, na keni lënë me duar në xhepa. Në jeni miq, dilni si miq dhe na furnizoni me armatim. Për të çlyer kemi naftë sa të duash, merr naftë nga jone dhe na sjell armatime. Se naftën tonë po e han hajdutët e kryesuar nga Edi Rama dhe të tjerë. Avokat Edi Rama doli ditën e djeshme dhe tha që në Sazan do ketë më pak ndërtime se që ishte parashikuar në projektin më përparshëm. Megjithatë ka pasur një lloj ngërçi në këtë projektin e propozuar nga dhëndri Donald Trumpit, pasi thuhet që ai donte një port që ta marrë në mënyrë direkte pa pasur, po themi, tenderim. Si shikoni këtë zhvillim dhe a duhet që Shqipëria të jetë dorë lëshuar me dhëndrin Donald Trump? Tradhti kombëtare. Në kushtet e tjera, Edi Rama për këtë do shkonte në litar. E ka pushtetin Edi Rama, e ka pushtetin ai hebreu
që ka këshilltar kryesor dhe që ai e drejton politikën në Shqipëri dhe gjitha veprimet politiko-ekonomike, diplomatike, ushtarake i drejton ai Qifuti që ka Edi Rama në zyrë, dhe Edi Rama së gjithë vetë një klon, një zëdhënës i dëshirës dhe i orekseve të Izraelit. A mendoni që Ishulli Sazanit duhet mos jepet për... Të mos preket. Të mos preket. A duhet zhvilluar avokat, a duhet zhvilluar? Jo, është bazë ushtarake, nuk na hyj në punë. Kemi 400 km bregdec, nuk kemi keq për Ishullin e Sazanit. Atë duan ata që duan ta glabrojnë. Po kush do ta ndërtoj bazë ushtarake Ishullin e Sazanit? A na duhet ndihmë nga dikush apo i kemi ne kapacitete për ta ndërtuar vetë? Dëgjoj, pak më parë i thash i bëra thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadës amerikane në Tiranë, nëse duan me të vërtetë të jenë miq me shqiptarët, dhe nëse janë me të vërtetë miq siç thuhet, dhe nëse duan të realizojnë dëshirën e presidentit të parë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, George Washington, dhe vendimin që është marrë në 1918 që Shqipëria të bëhej pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duhet të në armatosin, sepse ne jemi të zbuluar. Edhe pse është baza amerikane në bon stil, por ne jemi të zbuluar, ne s'kemi ushtarë tanë, ne nuk kemi asgjë, ne jemi të tradhtuar, shqip mua veti. Ne jemi të tradhtuar nga kjo klasë politike, nga komunistët shqiptarë. Jemi të tradhtuar. Prandaj i bëj thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidentit Trump të vërë dorë dhe të armatos Shqipërinë për të kundërvënë çdo lloj oreksi dhe dëshire që kanë komshit tanë grekët që jemi në gjendje lufte me ta dhe serbët që kërkojnë në çdo kohë duan Kosovën. Kaq. Zoti Islami ka pasur një takim të ambasadorit gjerman me Adriatik Lapën dhe Arlin Qoren. Qa duan të rinovojnë ushtarët e Sorosit këtu, t'i fusin politik prapë, por nuk futen ata në politik, nuk u avar njeri. Përse i kanë takuar? Përse i ka takuar? Mendoj që i ka testuar, u ka parë që nivel kanë dhe ku janë. Arlin Qori ishte djalë i përgatitur, po e them ta dëgjoj. Po objektivi i tij, politika e tij është antikombëtare, është komuniste. Ndërsa Lapa është lere që se vlen fare që diskutosh për të. A mendoni që edhe Agronshi edhe këta dy që përmendëm mund të jenë një nisje për ndryshimin e qeverisë? Nuk ndryshon qeveria pa ndryshuar mentaliteti i shqiptarëve. Në Shqipëri, zotri, ke 30 vjet që ke të njëjtët kryetar partie, 30 vjet. Të njëjtët. Kështu që pa ndryshuar mentaliteti i shqiptarëve nuk ndryshon politika në Shqipëri. Po si mund të arrijë që të ndryshohet mentaliteti i shqiptarëve? Mentaliteti i shqiptarëve ndryshon duke u kthyer te prona, duke ju kundërvënë vjedhjes së pronës që po bën qeveria shqiptare, qeveri kuishlinge, qeveri antikombëtare, qeveri tradhtare, qeveri që është në shërbim të huajve dhe në shërbim të Shqipërisë, ta përmbysin këtë qeveri, ta përmbysin këtë klasë politike dhe të dalin burrat dhe djemtë e vërtet që duan këtë vend dhe që duan Shqipëria të zhvillohet. Të ndalohet vjedhja e naftës, të ndalohet vjedhja e pasurive kombëtare, sepse nuk na ka shpjeguar ky sharlatani, ky palloshi që ke ti kryeministër, nuk na ka thënë pse në Shqipëri është 50% më e lartë nafta se në vendet fqinj, të cilit e marrin naftën në Durrës. Na thonë. Pse është më e shtrenjtë për neve dhe më e lirë për Kosovën, për Malinezi dhe për Maqedoninë? Pse? Edhe për Greqinë, që është vend kapitalist i Evropës, i Bashkimit Evropian, atje është më e lirë nafta nga këtu. Që kjo vjedhje, ky po na grabit më i kanë, o shqiptari, keni sy të ballë që po ju grabit, ky bandit, ky sharlatan, ky gangster, ky njeri pa fytyri, pa cipi, pa nder, ja ky është Edi Rama. Po ju vjedh dhe ju rrini flini, ashtu miru a bën atëre, meritokeni.
Zoti Islami është vënë re një rritje e çmimeve të produkteve gjithë. Jo më larg se para gjysmore urdhëro. Kjo buk sot e bleva. Ta shikojnë shqiptarët. Se është e prerë. Kjo buk ishte 1.120 lekë të reja. Sot ishte 130. Është rritur. Po, është rritur 100 lekë të vjetra. Të tëra do rriten. Dhe askush nuk marr përgjegjësi, askush nuk kontrollon, askush nuk thot dalë çfarë po bëhet, nuk ka vënë as tavan, as dysheme çmimesh, asnjë. Thjesht secili tregtar bën çdo kefi atje. Kush duhet t'i kontrollojë? Shteti, Ministeri i Tregtisë, të kontrollojë çmimet. Kam qenë në Greqi 15 vjet dhe ministri i Tregtisë kalonte çdo të shtunë dhe shikonte çmimet. Nga shtuna e kaluar në këtë shtunë që ishte sot bie fjala. Dhe atë ku shikonte që ishin ngritur çmimet në mënyrë të paligjshme dhe të padrejtë, atëherë i mbyllte biznesin. Në Shqipëri nuk funksionon kontrolli i çmimeve nga shteti zotëri. Po nga ana e cilësisë, se me të drejtë ndoshta tregtarët thonë që janë rritur, po themi, produktet me të cilën realizohet edhe buka ndoshta. Po s'kemi para asnjëherë që të flasim për cilësinë. Pra, është e justifikueshme në një kohë që ne nuk e dim çfarë cilësie janë produktet, të flasim për rritje çmimesh? Neve po na helmojnë. Është publikuar në media që misri që vjen nga Serbia është i kontaminuar me helm. Qumshti plur që vjen nga Serbia është i kontaminuar me helm. Ju, si gazetarë, nuk shkoni me kamerën tuaj në fabrikat e prodhimit të bulmetit. Lufra, Erzeni, të gjitha këto që janë, ku e gjejnë gjitha të prodhim të jashtëzakonshëm në një kohë që ne dim sa lop kanë në Shqipëri dhe dim sa qumësh prodhojnë ato. Pjesën tjetër ku e gjejnë. Nuk ka si kontroll zotëri, këtu është rrëmfall. Këtu ishtë lënë dorë të lirë cili do hajdut që mund të vjedhë këtë popull. Kjo është e vërteta. Dhe shqiptarët që më shikojnë e din që kjo është e vërteta. Nuk ngrihen, mos ngrihen, ja delgjen kafeneve, shikoj. Avokat, si shpjegohet që nga njëra anë, po themi, fabrikat të mëdha të qumshtit ankohen për fermerët për cilësinë e qumshtit, ndërkohë vetë këto fabrika ka pasur mjaft raste me të cilat në fakt ka pasur shqetësime lidhur me cilësinë. Pse nuk duan të marrin qumshin e fshatarëve? Sepse e marrin më lirë nga Serbia. Ka që thjeshtës. Kërkes ofertë. Derisa nuk ka kontroll shteti për i produktet e importit që vijnë, produktet ushqimore, veçanërisht nga Serbia që ne jemi kthyer në një në një treg të plot të Greqisë dhe të Serbisë, asnjë tjetër, ne s'prodhojmë asgjë. Ç'a prodhojmë, se thoshe di ai Shalatani ky vastruzi, se ai si pa fytyrë, ai një tërditën. Ç'a prodhon Shqipëria, do më thoni ju? Përveç naftës, ç'a prodhon? Ç'a eksporton? Më thoni. Fruta jo, perime jo, grua e misër jo, ç'a prodhon? Prodhimi industriale po janë shkretuar me kohën, nuk funksionon më asnjë lloj industrie. Atëherë ç'a prodhon? Pse gënjen kështu ai? Edhe ca shifra që e detyruan ata, i detyroi Bashkimin Evropian që të thonë do vim të shikojmë gjërat jo në letër siç na ti letër, po do të shikojmë në praktik, në realitet. Dhe ne i presim të vinë të shikojnë në realitet. Po unë kërkoj nga ambasada amerikane të bëjë një sondazh, çfarë prodhohet në Shqipëri, ku prodhohet dhe çfarë cilësie ka dhe çfarë ha ky popull. Për të mos vatur tek ajo tjetra pasaj që kam thënë që është plani i çfarosjes së shqiptarëve për të vendosur hebrejt në Shqipëri. Kush e bën këtë plan dhe çfarë plani është ky? Plani i hebrejve me Edi Ramën dhe i masonëve. Që të çfaros shqiptarët? Po, ti ke shqiptarët të vinë hebrejt, të bëhet koloni që fute. Si që vajtë në gaz të vinë këtu. Ky është plani. Avokat, Shqipëria është populluar me shqiptarë. Shqipëria po që popullohet nga shqiptarët zotëri dhe ju e shikoni mirë. E shikoni që brenda këtyre 30 vjetëve, popullsia shqiptare është zvogëluar 30%.
Të paktën këto janë statistika zyrtare, se unë mendoj që është paksuar më tepër. Mendoj që e ka kaluar 40% e eliminimit edhe të largimit shqiptarëve nga Shqipëria. Paksimi i popullsisë. Po po si shpjegoj, nga një anë po ikin shqiptarët, nga ana tjetër kemi rritje të çmimeve të apartamenteve. Kush po i blen këto apartamente? Është bërë ndonjëherë kontroll ku i gjin lekët këta që ndërtojnë apartamentet? Është bërë kontroll, jo. Kjo është katrahura që ka krijuar Edi Rama. Kjo është pikërisht kjo. Që ndërtimet shtohen dhe çmimet rriten. Shqiptarët ikin. Për kë bëhen këto ndërtime? Kaq e thjeshtë. Prandaj them që është plani afatgjatë që do vinë hebrejt në Shqipëri. Shqipëria do popullohet nga hebrejt dhe nga aziatikët. Nuk ke më shqiptarë në Shqipëri, zotëri, do ikin. Ky është plani i qeverisë. Ka pasur rritje të tarifave telefonike si nga ana e Uanit dhe nga ana e Vodafonit. Çfarë shpjegimi mund të jetë kjo në një moment që ty të rriten, po themi, tarifat dhe nuk ka asnjë lloj transparence për çfarë të janë rritur? Pra, ti ke harxuar më shumë megabajt, ke harxuar më shumë minuta, çfarë ka ndodhur? Thjesht thuhet që të është rritur dhe nuk ka asnjë lloj arsye. Asnjë gjë, asnjë llogari s'jepet, asnjë sqarim nuk jepet, sepse nuk ka kush i kontrollojë këto dy kompani. Nuk ka konkurrencë, mbyllën kompanitë e tjera që ishin hapur, i kanë privatizuar këto dy kompani, i kanë grekët në dorë. Edhe Vodafonin dhe Uanin? Po, të dyja, grekët i kanë. S'ke shtet që të kontrollojë, zotëri. Shko bënë në Greqi këtë që bënë këtu. Shko në Greqi ti dhe rriti çmimit si do qefi ty këtu, të shohë se s'bëhet. Jo, zotëri, ne nuk kemi popull, ne jemi bagti, tur bagti. Ne jemi një kope dhënsh që na qesin, na mjelin, na therin, kur si do qefi. Ora, çfarë do bëj populli, çfarë do bëj qeveria, të bllokoj. Ja, po them unë, duan që ta disiplinojnë, të disiplinojnë kompanitë telefonike, po një javë pa telefona. Shifeti, i ulin apo si ulin çmimet? Po shqiptari nuk e bën këtë. Se shqiptari rri edhe 3 ditë në pernis rri me telefon vesh. Atëherë çfarë preti nga ky popull që të jo re mirë na bëjnë mirë. Edhe mua edhe juve, se edhe unë jam i detyruar ta përdor telefonin se e kam për punë. Mirë na e bëjnë. Mirë na e bëjnë. Këta jemi. Kaq poshtë kemi rënë. S'ka më pasardhës atyre burrave të rima që luftuan për liri dhe për çlirim kombëtar. S'ka më. S'ka lënë pjell brapa ata. Do t'ju pyes edhe mbi situatën që ndodhet aktualisht lindja e mesme, ku kanë ndërshtuar negociatat mes Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, e ndërkohë Donald Trump ka dhënë urdhër që të bllokohet ngushtica e Hormuzit. Megjithatë, një anije kineze ka kaluar përmes asaj ngushtice. Pse kaloi anija kineze? Pse nuk guxoi Donald Trump ta prekej atë anijen kineze? Dhe fatin e luftës atë do ta vendos Kina, ta di zotëri, ta di shqiptarët. Nuk e ndalojnë dot Kinës vajtjen dhe ardhin për të furnizuar atje. Se Kina nuk është qerma e lushnjës, bie fjala. Kina është shtet superfuqi sot. Dhe Kina i do ta vendos fatin e luftës. Ose do bëhet luftë botërore. Po është fat që Kinë, Rusi, Iran janë bashkë kundër Izraelit. Se të tëra këto e bën Izraeli dhe fatkeqësisht Donald Trumpi i bëri Shtetet e Bashkuara të Amerikës koloni dhe vartësi shtet të Izraelit, me presidente dhe me kryeministrin Netanyahu. Këtë bëri Donald Trumpi, se s'kishte asnjë arsye që të shkonte të hapte luftë me Iranin. Këtë e bëri për interes të Izraelit dhe për jo të Izraelit. Në fakt, këtë e bëjnë Rothschildët, Rockefellerët, DuPont, të tërë manjatët amerikanë që kërkojnë të qeverisin botën. Dhe Trumpi, si shërbëtori bindur i tyre që është, sepse e kërcënojnë vazhdimisht dhe e kërcënuan që nëse nuk fillojnë luftën atje do të nxjerrin videot e Epsteinit. Pra këta po qeverisin. Nuk më habit kjo. Por Zoti i ka balancuar gjërat. U vë përpara Kinën
e cila ka interesat e saj në lindjen e mesme, merr naftën e saj e marrin një industrinë më këmbë, kështu që ajo është një pesë me hiç që ka bërë Trumpi deri tani, vetëm derdhën gjak njerëzisht pafajshëm në Iran dhe në Izrael, edhe vetëm këtë kanë bërë, s'kanë bërë gjë tjetër. Luftë s'kanë bërë. Luftë quhet kur shkon e bën luftë, kur bombardon. Mund ta bombardosh të ditën e të natën. S'ke shkelur, se ke fituar luftë. Si e shpjegon qëndresën iraniane për më shumë se ndoshta 2 muajsh? Irani zotërisht 2500 vjetë shtet, nuk është shtet i djeshëm. Është superfuqi, po media këtu nuk flet për këtë gjë. Irani është superfuqi dhe Irani deri tani ka fituar, nuk ka humbur. Vërtet ka humbjes, ka dëme të mëdha, vërtet ka dëme të mëdha, sepse u vërsul një flot e lahtarshme ajrore dhe armatim i pafund, mijëra ton bomba që janë hedhur atje, po megjithatë ai është shtet i fuqishëm, sepse ka sipërfaqe të madhe, ka terren malor që nuk e shkel dot të tërin. Pse nuk vjen ata korte ku kanë të lirë kanë? Pse nuk vjen? Të vjen më të hyjnë me trupa. Pse s'hyn? Më ku të vjen? E di që hyjnë e s'dalin më. Dhe mos harrojmë se përgatitet Turqia që të hyjë në Izrael. Se do ketë një luftë mes Turqisë dhe Izraelit? Ka shumë mundësi që të hyjë Turqia në luftë. Ka shumë mundësi që të hyjë. Ai ka kapacitete Turqia për të mundur Izraelin? Turqia ka 1,5 milion ushtarë, nuk është ndonjë shtet kështu Roxha Ponxho Turqia, jo, ka thënë që do dërgoj 300.000 ushtarë, po e lëvizi shumë bishin Izraeli. Plus që armatimin e ka një lloj pothuajse si këta. Si se pas ka që s'kemi atë punë. Izraeli e di këtë gjë. Izraeli ka mbrapa Amerikën apo ka? Po e ka mbrapa Amerikën, po Amerika është në Amerikë, nuk është aty. Aty është Turqia, aty është Irani. Aty në tokë ngjitur me të janë këta shtete. Do ketë guxim Turqia për të futur ushtarakisht në Izrael? Në qoftë se do ta lëvizë shumë bishtin me kurdët, Amerikanët dhe Izraeli, atëherë Turqia do hyjë se s'bën. Se dy duar për një kokë janë. Kush fiton avokat po filloj një luftë? Pa diskutim Turqia. Deri tani ka fituar Irani dhe thonë tërë ditën që do bënin marrëveshje, do bënin pushim, s'bëjnë marrëveshje. Izraeli ishte pa bes. Izraeli tha, pranuan që vendosen atë armë pushimin gjasme dhe nga ana tjetër vati sulmoi Libanin. Nuk e sulmoi kot Libanin ai. Ai e sulmoi Libanin për të thënë që këtu jam unë dhe do bëhet kjo që dua unë. Nëse fillon një luftë Turqi-Izrael, a do përfshin edhe shtete tjera në këtë luftë? Ka shumë mundësi që mund të guxojë Greqia të hyjë në luftë, në atë luftë. Mirë, por nuk e ka kapacitetet për të luftuar kundër Turqisë. Mund futet kundër Turqisë? Po nuk e ka kapacitetet, nuk mundet. Se Turqia është aleat me Izraelin. Greqia? Greqia kanë marrëdhënie të shkëlqyera me Izraelin. Megjithatë, në politik asgjë nuk dihet. Asgjë nuk parashikohet, sepse gjithçka vendoset në momentin e duhur dhe në rastin e duhur dhe në vendin e duhur. Do ishte më mirë avokat që ndoshta që edhe Irani të pranonte të mos kishte armë bërthamore dhe të mos fillonte një luftë. Ç'është kjo logjik që thoni ju? Pa dalë një minutë. Kush je ti që ndalon Iranin të ketë armë bërthamore të jetë i sigurt për vendin e tij? Me çfarë të drejtë? Me të drejtën e më të fortit? Me të drejtën e ujkut që i thot qëngjit ti që je atje përposhtë, më ke tërmbulluar ujit mua këtu lart. Me këtë drejtë? Avokat, doli një raportim ditën e djeshme që më shumë se mijëra qytetarë iranan janë ekzekutuar. Ata që janë ekzekutuar janë ngritur kundër qeverisë tyre, është e drejtë e tyre, është populli tyre, është shteti i Iranit që vendos se çfarë do bëhet në vendin e tij. Nuk e komandojnë dot as unë as ti as Amerika.
është e drejtë e tyre. A nuk është shqetësim kjo që vriten qytetarët pse kërkojnë drejtat e tyre? Po janë trima ata dalën në luftë, nuk janë zbatharak edhe spurdhjakër si shqiptarët që u bën çfarë do qefi Edi Rama dhe ata nuk ndihet. Ky popull nuk ndihet. Ke parë protestoi njëri? Ata janë burra trima, po shkojnë dhe vdesin për idealin e tyre. Shqiptarët jo. Ata janë për të marrë shembull. Ata janë heroj. Edhe që janë opozitarë, se dua këtë qeveri, thot, do ngrim kundër saj, e drejtëtia. Ndërsa ne aminohozë për çdo gjë, kemi që nga 45 deri më sot që po na shkelin komunistët, kriminalët komunistë, hienat e kuqe, dhe ne nuk ndihemi. Në më që të marrim shembull prej tyre dhe të ngrihemi dhe ta përmbysim diktaturën që është rivendosur me të tërë elementet e saj, 100%, ne rrimë dhe dergjemi kafeneve. Dhe themi, po deshit në jap në një lek Edi Rama, mirë s'deshit dhe të vdesim. Sa i përket gjithë kësaj situate, kush përfiton më shumë? Përcaktoje, ku e ke fjalën? Për situatën e luftës. Ku? Flasin tregtarët, fitojnë tregtarët, përfiton Kina, përfiton Rusia. Në luftë gjithmonë përfiton treguizi dhe tregtia. Tregtarët, nuk diskutohet. Çfarë si shikoni të ardhmen e botës mes këtyre, po themi, tensionave, qoftë linjën e mesme, qoftë, po themi, idesë që Kina po dërgon armë drejt Iranit dhe po themi dhe kundër raketa, po dërgon armatime të fuqishme, po dërgon satelit, po dërgon shumë pajisje të sofistikuara. Pra, a duket sikur po shtyhet drejt një përballje tashmë jo indirekte mes SBA-s dhe Kinës? Jo, përballja është midis SBA-s dhe Kinës, përballja është midis Rusisë dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, përballja është midis fuqive të mëdha, s'bëhet fjalë fare, po përdorin qoftë rusët përdorin Ukrainën, qoftë këta kinezët dhe rusët bashkë përdorin Iranin. Përballja midis tyre nuk diskutohet fare se kanë hedhur armatimin më të fuqishëm në treg dhe në luftë. Varet kush do dominoj. Nuk kemi si ta dim kush do dominoj. Nuk kemi si ta dim. Di këtë gjë, kena të paktën minimumi i minimumit fare mund të nxjerrë 50 milion ushtar. Ushtar. E imagjinon çfarë forcë është? Kaq. Dhe kena mbajni mend, nëse do ta shikoj që do e teprojnë amerikanët në lindjen e mesme, direkt do shkoj të marr Tajvanin. Dhe është drejtë e saj ta marr Tajvanin. Tajvani është tokë kineze dhe thon kush doj dhe të jenë të shkëputur ata. Kështu që aty do vej puna. Do vej se s'bën përplasje Kin-Amerikë. Dhe Rusi do fërkoj duar, do rritë shikoj. Edhe pse ka aleat me Kinën, edhe pse është dhe Koreja e Veriut aleate me Kinën. Avokat, faleminderit shumë për intervistën. Edhe unë falenderit për respekt.